Po dje, ashtu si është edhe paralajmëru, kemi pas erra të forta, po flasëm për kryeqytet, me intensitet mesatar, por të cilat kanë shkaktuar, të them, dëme në kryeqytet. Gjatë orëve të pasdites, pra nga ora të them në ora 12 e tutje deri në ora 19, kemi pas afër 17 intervenime në kryeqytet, të cilat intervenime janë kry të gjitha me sukses nga ekipet e Brigadës Profesionale të Zjarfikësve, Drejtorisë për Sigurinë dhe Emergjenca, Policisë Kryeqytetit dhe kompanive ndërmarrjeve publike të kryeqytetit dhe kompanive që janë të angazhuara për intervenime emergjente. Këtu kryesisht kemi pas raste në të gjitha pjesët e kryeqytetit, në rrugën Çamil Hoxha, se ndoshta e kemi pas një dru i cili është rrezuar si pasojë e errave, në Dardani kemi pas dëmtim të kulmit, në Breng në Dyll kemi pas dëmtim të kulmeve, të llamarinave, reklamave, disa intervenime kemi pas edhe disa shtylla të ndryshimit dhe shtylla elektrike, që janë dëmtuar gjatë kësaj kohe. Për fat të mirë nuk kemi pas të lënduar në njerëz, dëmet materiale nuk janë shumë të mëdha, por janë të konsiderueshme dhe në ditën e vijim ekipet përkatëse do të bëjnë vlerësimin e dëmeve që janë shkaktuar, por prapë mund të them që nuk janë të konsiderueshme, janë të dëme të vogla të cilat do të sanohen shumë shpejt. Jo, nuk kemi për momentin, ne jemi në kontakt të drejt për drejt dhe të them çdo herë me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës që marrim informata zyrtare dhe në bazë të informatave që marrim nga instituti dhe ne veprojmë, bëjmë përgatitjet e duhura. Ne edhe më herët para se të fillon errat kemi bërë përgatitjet, kemi pas të gjitha ekipet në kujdestari, kemi pas dhe planin operativ se si të reagojmë dhe të gjitha intervenime që kemi pas gjatë ditës së dietë me pro 17 janë kryer me sukses dhe do të vazhdojmë që normal të monitorojmë situatën në bashkëpunim me gjitha institucionet relevante dhe të intervenojmë në çdo rast kur ka nevojë. Po kemi pas intervenime edhe në fshatin Prapashtic, disa shtylla të ndryshimit elektrik janë shkatruar, kemi intervenuar bashkë me kompaninë dhe gjitha rastet tjera i kemi proceduar dhe kecit, se të janë përket aspektit të shtyllave elektrike, po ato që kanë qenë në menaxhim të institucioneve të kryeqytetit janë kryer nga ne, po kryesisht kanë qenë intervenime në zonat urbane.